Si duket Gjibani pasi bëri ndërhyrjen e shumë pritur në sy? Pas një periudhe intensive të Big Brother VIP, Gjibani ka bërë daljen e tij të shumë pritur pas një ndërhyrje kirurgjikale të realizuar në syrin e majt. Ai kishte shpjeguar që gjatë Big Brotherit për situatën e syrit, teksa kishte thënë se e ka të prishur në një aksident që i ka ndodhur që fëmijë. Ai ka thënë që kjo gjë e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, por nuk e ka pasur asnjëherë një problem. Teksa duket se pas daljes nga Big Brotheri, një ofertë për reklamimin e klinikës në këmbim të një operacioni falas i ka ndërruar mendjen, teksa Gjibani u pa me fashe dhe në natën finale të Big Brother VIP. Në një marrëveshje të qartë me ndjekësit e tij, ai ka ndarë përvojën e tij post-operatore, duke treguar se si është ndjerë e çfarë sfidash ka hasur gjatë rikuperimit. Pas operacionit, ai ka qëndruar disa ditë me fashë në sy, duke treguar një angazhim të lartë ndaj udhëzimeve të mjekëve për rikuperim të plotë. E madje sa për fansat e tij dhe angazhimin e tij ndaj tyre, ai ka vendosur që sot të ndajë edhe një foto e cila pati një ndikim të madh në rrjetet sociale. Në këtë imazh syri i tij pas ndërhyrjes ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, duke nxitur edhe reagime të shumta që e përgëzuan për guximin për të ndarë një moment kaq intim. Ndërkohë Gjibani ka zbuluar se ndihma psikologjike dhe mbështetja e familjes gjatë kësaj periudhe kanë qenë jetike për të, teksa theksoi se ndihma nga profesionistët e shëndetit mendor ka qenë esenciale për të rikuperuar psikologjikisht nga ky operim. Gjibani tha se ka kaluar me sukses këtë ndërhyrje, teksa ka thënë se është më i vendosur se kurrë për të vazhduar karrierën e tij në showbiz, teksa tha se po planifikon projekte të reja dhe për një përmirësim kreativ për t'u angazhuar në tregun shqiptar.